sa do të gjithçka është vëra popullit shqiptar. Shpresa qëndroj në këmbë. Në mënyrë hipotetike, nëse më lejon, unë e prezantoj madje edhe figurative. Ku vrehet shpresa popullit shqiptar? 1435 fëmijë janë vrarë. Fëmijë. Mbi 20.000 gra e bija janë dhunu. Mbi 1 milion janë deportu. 13.000 janë vrarë, janë sakatu. Infrastruktura është demolu. Shpresa shqiptarit vrehet në 2 pika. Këto e thëmë, kjo është qëndrimi jam, kjo është mendimi jemi. Por kam argument, sa të shihen. Se cili shqiptar dhe shqiptare, le ti merë fotografit e le ti këqyrë, e le ti bën analizë, shtëpiat e demoluara, qytetet shkatëruara, fshatra inexistente që i kanë shkatëru, bërmbi 400 masakra që i kanë bo ata genocidial, Allah i mallkoft, zullumqar deri në ditën e kiametit. O shumë është interesant që 2 gjëra nuk kanë mujtë me shkatëru. Minarët e xhamive tona, edhe oxhaqet e shtëpiave tona. Merë shikoj, këtu kanë me tronë sy, minarët edhe oxhaqet. Se në ato oxhaqe është dhomë buka, është gatu buka, buke kripe zemër. Dhe sa në minarë është tine. E minarët tona tregon kjo art lidhja e këtij populli me besimin.